Alhamdulillah wa kafa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderim të nësita ku vetëm Allah subhanahu ata los ati përgjom që të lavdëroj dhe të bekoj dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vërgjëm. Të ndodh vëllezër, shpesh ndodh që në jetë njeriu mund të pas shumë të lehta zgjidhjet, mirë po shkaku i mosdijes ose shkaku i rrethonave ose shkaku i shoqënisë ose shkaku ndoshta edhe i ides ose i frymës së komplikimit gjonave ikë për zgjidhjeve të lehta. Zgjidhjen e ki mundshme, qasshme, po domethënë për arsye sikur që u përmendën, domethënë tik. Dhe kjo nuk ka vetëm fe, vjet re për shembull në jetën e përditshme, në familje, në bashkësi, sana që janë thjeshta, po pastaj domethënë komplikohen. Ne kemi një zgjidhje të jashtëzakonshme, që shpesh na ndoshta bëjmë muhabete të ndryshme, të cilat ndoshta kishim shumë të mishmangën vetëm me përdorur çka si zgjidhje. Domethënë ligjatën e kalum e përmendëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ofruar zemrat nëpërmjet domethënë mbjelljes së imanit të devotshmërisë tek njerëzit, apo moment që njeriu i ka vlerat e tua, afrohesh me ta shumë natyrshëm, zemrat janë afër e kështu me radhë. Është një metodë e dytë ekstrem jashtëzakonisht krejtësisht domethënë e lehtë. Është zgjidhje madhështore, madje shumë shpesh, është me shumë vllazëni të cilët fjala vije shpesh ankohen se në familje s'u pëlqejnë veten ose në rreth s'po din me pas një rol davetit, ose për shembull kanë hidhur dikon me mu angazhu për davet, po s'po din, po gjejnë shumë pengesa, shumë barriera kështu me radhë, thjesht veç duhet me pas domethënë çka zgjidhje. Zgjidhja është mi afru zemrat nëpërmjet lutjeve. Mi afru zemrat nëpërmjet lutjeve. Shënon Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu dhe Shalmani thotë hadithi sahih për Aishës radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil." Thotë duaja kryen punë për diçka që ka ndodhur dhe për diçka që s'ka ndodhur. Domthon, për shembull, për juve, alo s'ka ndodhur më kanë jo aktor davetit. Amo pitashtit ju kryen punë duaja për me ja uqel zemrat njerëzve Allah subhanahu wa taala për me pranuar se davetin e juaj. Domthon, duaja kryen punë për diçka që ka ndodhur, që ka ardhur njët, edhe diçka që s'ka ardhur hiç ala. Thotë fa aleikum bid-du'a ibadallah. Monu shumë për duajin o i robët Allah. Domthon, sikur pejgamberi thotë, kryeni shumë punë me dua. Domthon, rregulloni shumë punë me dua. Shumë synime që i keni, bini ka rruga e duas. Realisht ka edhe sebepe, ka edhe rrugë ndryshme, realisht ka edhe forma ndryshme për me zgjidhur çat punë. Amo bendo se me dua kimë zgjidhur më mirë. Për shembull, ndoshta ti mundesh me dalë me folë edhe më kanë njëri më i artikulum. Ndoshta kimë dalë me folë, kimë kanë njëri më i këndshëm që ka menduar njerëz. Amo ti binde vetë se më shumë kimë dhëz, tu ti pranoj Allah duat, se sa tu kon ti një ligjërues i mirë. Sa tu kon ti një këshillues i mirë. Sa tu kon ti ndoshta njëri me ndikim ose me domethënë reputacion e kështu me radhë. Kështu që unë mendoj që duaja për këtë azim me davet xhit është sfidues. Domthon duaja është sfidues në kuptimin që domethënë mundshmëria për me ardhin të rezultati shumë e lartë, ama shpesh na e lëmi. Ndërka ku është mundshmëria shumë e lartë? Probabiliteti pse shumë i lartë? Se je të lut atë për tek i cili ti thirr njerëz. A është e qartë? Je të lut atij për tek i cili ti thirr njerëz. Domthon ti përshaj ti thirr njerëz. Përshaj të bëj njerëzve davet. Për me rrit vlerën tonë. Për me rrit domethënien tonë. Jo, je ti thirr për marrë me adhur Allahun. E i lutesh ti Allahit që më uqel njerëzve zemrat, më afro zemrat për me ta marr fjalën, për me ta marr këshillën, me ta marr mësimin e kështu me radhë. Për arsye domethënë është shumë thelbësore me e kapën domethënë çka domethënie, ajetet janë të shumta për çështjen e duas, nuk po du se ose temë që besoj jeni mirë të formum, domethënë në veçantë kena me fol tash si hyrje, për atë që quhet lutja në mungesë, lutja pas shpinë, kuptimin që lutesh për dikën, ai nuk e di që ti të lut për të. Lutesh për dikë, ai nuk e di që ti lutesh për të. Saktësisht, për me kuptuar çysh kjo ndikon në afrimin e zemrave. Mos më menu vetëm faktin e rezultatit, kuptimin që të pranoj doja dhe afrohet ai. Jo, mendoj edhe një fakt tjetër. Për shembull, ti me di që një vëlla nuk të harron do. A kishe pas respekt më të madh për të? Ose për shembull, shumë njerëz kanë respekt për juve që jeni fetar, apo? Edhe me di që ti ajo është ndotë e tua, domethënë e ka një çetër konsiderat. Edhe kjo është një bujari, se kur gjë nuk të kushton. Edhe kur i lutesh Allahut për mi dhon tjerëve, domethënë nuk i pakohen depot Allah subhanahu wa taala. Nuk i pakohen depot Allahut subhanahu wa taala. Kështu që një dobi është shumë e madhe, kisha pas dëshirë këtë se harron e këtë dersin që këtë mos me harru. Domthonë davetxhias i duhet shumë i duhet me bë dua për tjerët.
më bë dua për nxënësit e vet, për vllaznitë e vet, për xhamatin e vet, për njerëzit që i thret të kështu me radhë, shumë i duhet që nëse ka rezultat, mu bin se kjo ka si rezultati i Allahut e jo si rezultati i Davidit tan. Se tu e menun që veç është si rezultati i përpjekjeve tua, i sjelljeve tua, i artikulimit tan, i leximeve tua, i dijes tonë, i urtësisë tonë, mos ai na mundosh me dal me një ngjarje të keqe që të përzihet njëti edhe raporti me Allahun subhanahu. Me po thu, alhamdulillah ka qenë zemra s'u kombo do. Ose Allah më ka pranuar doan. Ose Allahu më ka pranuar doan se u ka dosh hajrin këtyne, nuk e lidh me veten. Ti veç e ke bani do. Ti veç domethënë e ke bani do. Shonoi muslimi pe Budardus radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malaku wa laka bimithl." Nuk ka musliman i cili në mungesë vllajit vet, pas shpinën lutet për të, vetë se një engjëll lutet dhe thot edhe ty njëjtë. Shonoi muslimi pe Budardus se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Da'watu al-mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajaba." Mu lut për vllajin tan, kur ai nuk o të tni, është lutje e pranuar, mustajaba. Është lutje e pranuar, krymë kjo punë, se është lutje shumë e sinqertë, s'ka këtu bazar, s'ka këtu interese. Pastaj thot inda ra'si malakun muwakkal. Thot te koka e tij rrim në detyrë një engjëll. Te koka e tij rrim në detyrë një engjëll, thot kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkal bih amin wa laka bimithl. Sa që lutet për hajër, për vllajën e vet, për udhëzimin e tij, për begatitë e tij, për rahatin e tij, engjëlli thot amin dhe ty domethënë e njëjtë. Imam Nevawi thotë kështu: "Wa kana ba'du salaf idha arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bi tilka ad-da'wa." Do të ka pas për selefit kur kanë dash me bani dua për vete, ka bëu për vllahun e vet domethënë musliman. Li'annaha tustajab wa yahsulu lahu mithluha. Sepse është vërtetu që janë dua të pranuara dhe atij i arrihet e njëjta. Sigurisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është edukuar Allahu subhanahu wa taala me bë dua për të tjerë. Me bë dua për të tjerë. Allah subhanahu wa taala wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Bani istighfar për vete, ama bani istighfar edhe për besimtarët e besimtarët. Më thonë, mos prit me çef me radh vllaznit mëkate. Po kur të nis që kanë gabu, bani istighfar për ta. Lyp Allahu të falje për ta. Munohu ti për ta. Pse? Sepse domethënë kjo është edukata që Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam selefi e kanë pas njëjtën edukat, sikurse e përmend Ibn al-Jauzi, që thot Abu Hamduni, kana lahu sahifa fiha 300 nafsi min ashabi. Thot e ka pasur Abu Hamduni një letër, një fletore, ku i ka pas emrat e 300 shokëve të vet. 300 shokëve të vet thot wa kana yad'u lahum kull laylatin wa yusammihim. Thot o lut për ta dhe secilin e ka përmend me emër, një ka një. Dhe secilin kur është lutet e ka përmend me emër. O Allah, këti jepja këtë begatoj me këtë e kështu me radhë. Pastaj thot fanama anhum laylatan wa lam yad'u lahum. E nina thot e ka zonë gjumi dhe s'ka bë dua për vllazit e vet. E ka zonë gjumi dhe s'ka bë dua. Thot faqila lahu fi an-nawm. Edhe ka në ëndër dikur që i ka thonë kësaj. I ka thonë ya Aba Hamdun lam tusrij masabihak. I kanë thonë o Aba Hamdun, sonte nuk i kallë kandilat. Sonte nuk i kallë kandilat. Çatu i kanë bë dritë. Që i ka pasën në rend edhe në vërd edhe në rregull të vetin me bë dua për tjerë. E pastaj thot fa qa'ada wa da'a lahum edhe zhupi gjumit ul edhe nisi me bë dua domethënë për ta. Domethënë kush do më afro njerëz, kush do më bë davet njerëzve, do të më ditë që do të më pas pjesë edhe dua. Për shembull, nëse ta mëson Allahu subhanahu wa taala musil më shumë kanë xhami, edhe nis më njoft njerëz se çfarë xhamie e kështu me radhë. Domethënë më i pas në dua. Se ndoshta i çelë aty në zemra, çelë të daveti jo çfarë. Ose me një shoshni, e di që disa vetë me bëmë ullëzu bëhat hajri madh në atë farë qyteti, apo? Mi pas në doa. Si ka për shembull që ka thonë Imam Ahmedi, me di që më pranot një doa, kisha pas për prisin. Sepse hajri është shumë i madh nëse njerëzit e mëdhaj, domethënë ndryshojnë edhe, domethënë përmirësohen. Madje ka këtu praktika, si për shembull në këtë vend që jemi, ka domethënë davetxhi që e ka rregull, nuk ma ders, nuk ma këshill, pa i dalë disa minuta me bë doa. Po të mirë baj doa, tani Allah është bujar, sa t'jopi Allah bereqet jep. Sigur se ka edhe praktika këto që më kanë rastis mi dëgju, në hënë davetxhi që i njofin disa vllaznin, disa musliman devotshëm që Allah ju përgjigjen lutje, e zakonisht kur dalin në udhtim për davet, i morin me veti që këta me bë davet, ata me bë dua. Këta me bë davet, ata domethënë me bë dua, po edhe nëse eventualisht ndonjëherë për shembull keni has në situata të caktuara, për shembull i keni bërë shumë davet prindërve ose bashkëshortës ose fëmijëve kështu, edhe kipo që nuk po funksionon, apo domthon krahas davetit më nis me bodo, po jo vetëm kaq, po edhe mi porosit
njerëz të devotshëm domethënë me bë dua. Tash tutje inshallah komunu shumë shpejt, shpresoj që mos ta zgjas, me pru shembull pi sunetit, qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam davëxhia më e mirë. Ta kish lënë vesh me shpjegim, a ka shpjegim më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka. Ti shkon vesh me kumtim, a ka kumtim më të mirë? S'ka. Ti shkon për këndshmëri edhe për amël edhe për artikulim, nuk ka më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë keni më pa gjalla dua e ka pas për tjerë. Edhe ata nuk i kompromen krejt shkaku domethënë i kohës. Për shembull, e dini rastin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një herë i hidhur me disa edhe ndërkohë ka përdorur fjalë trona në raport me ta. Edhe Aisha u çudit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur fjalë trona. Megjithëse është njeri, apo ka mund të ndodhë kjo situatë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot a di se unë kam një lutje që e kam bërë Zotit tëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Aisha, thot çka? Thot kom thon Allahumma inna ma ana bashar. Thon o Zot jam unë jam njeri. Domthon ndodh çka i ndodh njerëzve të zakonshëm. Thot fa ay al muslimina la'antuhu aw sababtuhu faj'alhu lahu zakatan wa ajra. Do Zot çdo pi muslimanëve që e ranoj me fjalë, çat ranim kthejen lutje mja pastru gjunat dhe mi dhon shpërblim. Vetëm mos më ranu kërkan. Vetëm mos më ranu, domthon edhe nëse e ka shënuar historia që për filanin ka thonë çtu një llaftron, me qenë si mundësi më kthy ajo fjalë e rëndë domethënë në dua. Ose për shembull, ka na për disa transmetime që kur e ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën e Isa sa që është në Kur'an, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Nëse ti bën azab, ata janë robët e tu. Ata janë robët e tu. Mos e ka lexuar këtë ajet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ummati. O Zot jam ummetin tem, thot febeka. Edhe i ka plas vaj ku e ka kujtuar që mund dikush për ummetit vet domethënë mu dënu. Fa qala Allahu azza wa jalla ya Jibril. Pastaj Allahu i thot Jibrilit, o Jibril, idhhab ila Muhammedin wa rabbuka a'lam fas'alhu ma yubkik. Do të shkote Muhamedi edhe pse Zoti jot e di më mirë, vetë pse u kajtën. Edhe e ka pyetën i ka Jibril alayhis salam dhe ka pyet fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam fa qala Allah azza wa jalla. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kallzu pse ka kajt, pse ka lexuar këtë ajet. Edhe Jibrili ka shkuar ka kallzu Allahut, e pastaj Allah i ka thonë Jibrilit, idhhab ila Muhammedin fa qul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Dije se na kena me të bëmu kënaq me ummetin tënd, nuk kena me të lëndu, nuk kena me të mërzit. Domthonë ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka më qenë e dash domthonë ummet domthonë i mëshiruar. Vini re çdo. Ja ka dhënë shumë hajër ummetit edhe s'kalon hajër pa shpjegu. Apo? A në moment që për me nazapi u tut për ummetin e vet. A më që ka rregulluar me dua ummeti. Minera ka kthy në dua. Me njëherë e ka kthy në dua. Sigurisht shkaku i kësaj dashamirësie pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe që e ka rrit një lutje për shefat domthonë në ahiret, këtë pejgamberët e kanë shfryzuar veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domthonë ka rrit. Ose për shembull është një dua që tregon prioritetin që e ka pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njerëz që i ka pasur në zemër, për ummetin e vet. Që përmend Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahumma man rafiqa bi ummati fa arfiq bih wa man shaqqa alayhim fa shaqqa alay. O Zoti jam, kush është i sjellshëm dhe i butë me ummetin tim, sillo ti butë me ta. Edhe kush do të ja vështirëson ummetin tim, bëhet njëri i rënd në raport me ummetin tim, edhe ti vështirësoj atin. Domethënë dua që këta i kam shumë për zemra. Këta me miranu dikush, domethënë lut na kundër këtyne. Dikush mos sill mirë me këta, unë lut na mirë domethënë për ta. Ose është një rast tjetër që realisht tregon si lutja afërsi të madhe, edhe kisha sfiduar vetën në asnjë pinëve, për shembull, që këtë dua unë besoj që ne e bëjmë për veten ndoshta. Po më menu për shembull ai kishmi bë për dikant tjetër. E shënoi Imam Bezari që almoi thotë hadithi ose i Aishës radhiyallahu anha. Thotë e pash një pejgamber ose ke shumë thaj disponum, shumë qef. Ai thash ojdur Allah lutu për mua. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. O Zot falja gjunat Aishës. Shkaj ka bë më herët edhe shamunut mi bë tutje. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Edhe shkaj ka mojt fshaft edhe ato shkaj ka qit haptazi. Thot fadahiqat Aisha hatta saqata ra'suha fi hijr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tha dhe kesh Aisha pidos bukur edhe ju afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dashamirësi. E yasurruki duai apo të gëzon shumë kjo dua jemja? Thot vama li la yasurni duau, ka thonë, çish mos mund gëzu duaja jote. Çfarë duaj me po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Thot pashallah që kjo dua ime që unë e bëj çdo namaz për ummetin tim.
Allahu më afal momentin të mëkatet që kanë bërë, shamunëm i bë, shoj mojn fsheftazi edhe që qesë domthon haptazi. Domthon, a e ka kryer obligimin pejgamberi sa më ka kallzu. A na ka kallzu sa pasojë ka mëkati edhe ku çon mëkati krejt. A më nuk është veç daveti. Është edhe kjo dashamirësia që shprehet me lutje. Është kjo shpirti i bardh që domthon për një meta do të mirën edhe veç do me të patë rezultati mas pronti. Edhe të shtin sigur se Ebu Hamduni në 300 vetë më shtin domethënë në listë duave. Ose një rast tjetër, shënon Abu Daudi, Sheikh Albani thotë që hadithi është hasan, që në luftën e Bedrit, e dini që shkon luftë e ran, edhe e vështirë shkaku i pabarazis në numër. Ka thonë Allahumma innahum hufatun fahmilhum. O Zot jam, këta janë thotë kam zbathur. Nimoju, boju, letoja udhën. U lut për sahabët. Allahumma innahum uratun faksihim. O Zot këta janë të zhveshën ti veshi. Allahumma innahum jiya'un fa ashbi'hum. O Zot këta janë të uritur ti ushej ata. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa gatishmërinë e sahabëve. Edhe ka pasur që këta janë betu këtë për vdekje. S'ka pas aty kthim brapa. Ama për çata njerëz që bojnë çka të shumë duhet me botin i do. Apo? Edhe sahabët e kanë një. Sa e kanë dash këtë njeri kur e kanë po që ato situata nuk pi harron do. A është e qartë? Më thonë, a ka mujt Rasullullah me bëtë që do pa e një kërkosh? Ka mujt, ama e ka një dhe kanë transmetu. Edhe ti kur e nin, edhe shet që ky njeri ose ty nesër të nin dikush që ti nuk e harron kur pi do, padyshim që afron zemrën. Padyshim që afron zemrën edhe me lenë Allah subhanahu wa taala kemi bë davet edhe më mirë. E shënon Ibn Sa'di në Tabaqat, për Aliut radhiyallahu anhu thotë çto thotë لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر ماذا فعل. Thot Ali radiallahu thot në luftën e Bedrit thot nisi betejë thot edhe luftova koxha shumë edhe pastaj u ktheva një herë tha me pa pejgamberin sa sem shatu bë. Thot فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليها. Thot edhe gjeta pejgamberin sa sem sejdë do thon ya حي يا قيوم nuk e shtek asnjë Allah më shumë se kaq. ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك. ثم ذهبت إلى القتال. Thot u ktheva prap pas i luftova thot prap erdha dhe prap e gjeta pejgamberin sa sem sejdë çashtu ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum fa u ktheva prapë luftu thumma raja'at wa sajid yaqulu dhalika fataha Allahu alayh e përstreti kur era tha veç Allah ja prani dot edhe u bë fethi u bë çelimi u arrit fitoria çuqi adi vllazni kanë nuk mundesh do shumë e bonda vet bile bando bile domethënë shtinën projekt shtinën domethënë në prioritetet tua në angazhimet e tua me bodo po nëse vetë e kikat edhe isha shumë musliman që ndoshta mirën me analiza, mirën me kritika të kota, mirën me kibet, ndoshta mirën ku diun me lloj muhabeti që veç ka ngarkojnë daveti, më thon, a mundesh vllai e dashur, më kon saf me ne veç me dua. S'mundesh me diçka që bile dua ban. Bile dua ban i shkoj marr çka punë, i shkoj me hajt çka davet. S'mundesh as duan, shumë larg e kësaj shembulltyre. As doan që nuk të kushton kur gjë, veç pak sinqeritet dhe pak bardhësi. As çka s'më ke bë, atëherë bile reflekto domethënë që je lart domethënë për kësaj shembulltyre. Shonani Buhariu për Xheriret edhe thot ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas derë mshël për mua prej që e kom pranë Islam. Kur kom dash me taku kom shumë me taku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe sa herë që më ka pa vetëm ka buzëqesh fytyrë. Ka shumë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam më kon situata që s'ka shumë më dhon gjithë këtë afërsi. Ama e ka ditë se do të më afro. E ka ditë se Xheririn do të më afro. Pastaj thot wa laqad shakawtu ilayhi li'anni la athbutu 'ala al-khayl. E thot njëri kum ka thënë që po e kam një problem, nuk po më kon shumë i qëndrueshëm në kale gjatë kalorimit. Fa daraba bi yadihi 'ala sadri wa qala Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Tha edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot më mshej than gjoksit dhe tha o Zot mundsoja këtij të jetë i qëndrueshëm, i jetë burr i fortë, domethënë në kalorim, edhe bën të udhëzuar edhe udhëzues. Por udhë dhe ban udhëzues domethënë të tjerëve. Domethënë kur e ka pa Xheriri që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ban dua edhe për çështjen e kalorimit të tij ai më kon stabil. Çfarë ndjenje ka pas për këtë njeri sallallahu alajhi wasallam? Çfarë ndjenje ka pas për këtë njeri? Për arsye nesër bosh ta vexhi, pyet njerëz çysh jeni, a jeni mirë, familjen, apo e di që keni problem, thua u kryqë që punë, ose e di që keni telashe, derisa ti kryej çat telashe, veçojnë do, ndoshta sikiti tankon do. Domethënë ti je i bindur, kështu pa kurfar dyshimi, nëse ti ashtu e ke zemrën e gjon me dua, ti je i bindur që Allah është më bujar se sa mundesh me mëno.
në raport me ty, në raport me davetin tanë, në raport me sukseset, në raport me shumë shka që ti e menon, me lenë Allah subhanahu wa taala ka mukon, kemi pa mrekullina që s'kemi ditë as ti më shpjegu, e as njerëzit që janë për rreth nuk kanë me ditë më shpjegu ç'është to do punë. Qysh janë tu dhon fryte disa domethënë projekte ose disa përpjekje, sepse domethënë i ki kallzo Allah subhanahu wa taala domethënë çfarë zemre domethënë ki. E shënojmë muslimi për Enes radhiyallahu anhu thotë, ka nona jem muslimi dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, khadimuka Anas. O Allah, që kjo është shërptori jot Enesi, ja ka pru djalin. Ud'u Allah la. Ban dua për djalin tan. Ban dua për djalin tan. Tash ja ka bënë shërbim Rasullullah. Cilo është shërbimi? Shërbimi është më alon një djalë i ka shërbyer me shumë vite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në shenjë domethënë për kraje për davetit, se nuk u kanë ideja që s'ka pas kush më shërbi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, por ndoshta ata më morën domethënë shpërblimin. E pastaj Allah i duro Allah sallallahu alaihi wasallam thotë, Allahumma akthir malahu wa walada wa barik lahu fi ma a'tayta. O Zoti jam, shtoja pasunin, shtoja evlat, edhe në çka do që jep, jepi bereqet. Çka do që jep, jepi bereqet. Tash për shembull, po e marr këto dy shembull, domethënë pasunia dhe evlat. Domethënë krejt na e njohim një vëllai që ndoshta Allah e ka spruar Allah s'ka fëmijë. A më spruar vetëm për shembull, atë ka ndodhur për shembull me mua me pas do, që Allah më begatu me fëmijë. Ose shumë vllazëni kemi e dimi që kalojnë kriza financiare, edhe më thonën, unë s'jam të mujt kur gjë. Me takatin tim unë s'muj me nxjerr pikë kësaj krize. Ama bile, domethënë deri sa tani që ju ka ftillu kjo punë, unë e kam do. Që kjo kam pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i ka pas qindra mijëra sahabe, apo? Edhe gjithë ato gajle, edhe me udhëhet shtet, apo edhe gjithë ato obligime, edhe me gjithë ato domethënë i ka rënë me po do për xheririn, me nejt stabil. Në kali Enesi me pas evlat, me pas pasuni, edhe ashtu Allah ju ka përgjigjë edhe u kon domethënë prej save. Këtë që kjo vllazni është më repru që këtë pyetja. Ajo merr me një që më lut për dikat, çështu, nuk të afro zemra me të, edhe e ti me ty. Madje disa pediatrë kanë përmendur që zakonisht kur kimë dikan në distancë, largësi dhe ftohje, për forma më të lehta është me bë dua, domethënë fshehërzi, që Allah subhanahu wa taala më ti pranu doa dhe rrjedhimisht mu afru. Këtu nuk është pojenta o Zot afroja zemrën. Jo ti lutesh për hajër, o Allah shtoja dynjan, për shembull që dynjan që i ban dobi, o Allah jepi shnet, o Allah jepi fetari. Po shkaku që të zgjedh do, Allah zgjedh mëson mu afru domethënë zemrat tek te. Imagjino deri ku ka shku mirë dashësia e këtij njeri madhështor sallallahu alaihi wasallam. Edhe në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka me dinë problemet më të mëdha i ka pas prej kujt? I ka pas munafikave. I ka pas për munafikave. Më thonën, madje edhe problemet me hebrejt, një pjesë e probleme me hebrejt kanë qenë, domethënë probleme që janë kanë të inicume ose domethënë të fryme prej munafikave. Shënoi muslimi pe Abdullah ibn Umerit thot, "Lamma tufi Abdullah ibn Ubay ibn Salul, jaa ibnuhu Abdullah ibn Abdillah radiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalahu an yu'tiyahu qamisa an yukaffina fihi abah." Thot kur ka vdekën koka e hipokritëve, thot ka ardhur djali vet Abdullahi edhe i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Ama jep këmishën tonë që ta çefinosmi me këmishën tonë." Në shenjë domethënë se Abdullah ibn Ubay ka qenë prej kokave prej oligarkëve, prej asaj pjesës klasës më të lartë shoqërisë Medinës, po ka qenë hipokrit. Edhe me eneru duke çefinos me këmishën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thumma sa'alahu an yusalli alayh. Pastaj ka thonë a pia fal edhe xhenazën. Thot faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalli alayhi. Edhe u çu pejgamberi thotë mja fal xhenazën kujt? Kokës hipokritëve. Kokës së munafikave. Faqama Umar fa akhadha bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah atusalli alayhi wa qad nahaka Allah an tusalli alayhi. Ku çu Umar radhiyallahu anhu ka qop Rasulullah për të rrobë, ka thonë ya Rasulullah pja fal xhenazën, Allahu të ka ndaluar mja fal xhenazën këtyne. Ka ndaluar mja fal xhenazën këtyne. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna ma khayyarani Allah ta'ala. Mu Allah më kalon me zgjedh. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra fala yaghfir Allahu lahum. Thot bani istighfar për ta, a mos ban ti istighfar për ta, po edhe nëse ban 70 herë, Allahu s'ka më fal. Innahu munafiqun fa salla alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot wa sa'azidu ala 70. Ka thon pejgamberi, "Ko me bëj istighfar më shumë se 70 herë." Se këtu Allah i ka thon fal, kërko falje për ta, po mos kërko edhe 70 herë me kërkuën s'ja fali. E pastaj ka thonë pejgamberi sa me kërku falë më shumë se 70 herë. Qysh ka mujt Abdullah djali vet, që ka ditë që e ka babën kafir, edhe ka përfunduar në xhenem. E ka ditë që e ka babën munafik. Qysh ka mujt me dash pikë këtë moment pejgamberi sa kur e ka pasur Rasulullah ka thonë më shumë se 70 herë ka më lë falë. Imagjino për shembull donjani pi vllaznive me ditë që e ki babën shumë kokfort në kufër. A më thonë që prej Ramazan jam të bëj dua për babën tan. Qysh mundesh me dash ti çat Allah për shembull.
A është qartë? Po ti çish mund të më dash dikush, domethënë më kuptu që Allah azza xal ta ka pranuar ty doan edhe ka udhëzu. A është? Që kjo shembull që e kanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thonë dietar që pejgamberi sallallahu kur ka bë dua për munafika, dhe sa ka pastaj dispozita që wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kur mos ia fal xhenazën, kur mos rreth vorrat e tyre, mos ai kjo është dispozita tutje, ama esenca pse pejgamberi sallallahu u lut, apo ka pas bëj me mja ofru zemrat. Këtë esenca ka pas bëj, domethënë mja ofru zemrat, megjithëse ata janë njerëzit më të poshtë që ja kanë bërë, domethënë ja kanë prish rahatin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë në Medinë. Shënon Imam Tirmidhiu dhe vetë e vlerëson hadithi për Hasan Sahih për Musa Shariut, thotë kana al-yahudu yata'atasuna inda nabi sallallahu alajhi wasallam, yarjuna yaqula lahum yarhamukumullah. Tha shkojshin tha hebrejt, u ofrojshin afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe qëllimisht të shtitnin në pranit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pritshin mos po thotë yarhamukumullah. Allah i mëshiroft. Çfarë domthonë, si e kanë indikan që thot të shtit, ja ka bë doan. E kanë ditë se kush është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E mos pi pranot një do, ndonse kënena e kanë pas domthonë urrejtën, e pastaj të thot pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam yahdikumullahu yuslihu balakum, e të thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj Allahu domthonë ju udhëzoft edhe u andresht situatën. Ose për shembull hadithi ku shkon e ban dua për nonën e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, kur thot Allahumma hdi Umme Abi Hurajra o Zot, o zë nonën e Abu Hurajrës. Kështu që po duam të përmbyll me një pejgamberi sallallahu alajhi ka pas lutjen si mekanizëm, kushtimishton, si vegël edhe të Davetit. Mi ofru zemrat, po edhe me qel udhën. Me qel udhën, se në fundja udhëzimi është dorë të Allahu subhanahu wa taala. Nuk është dorë të shpjegimit tan. As nuk varet prej ligjërimit tan, as nuk varet prej ardhës tonë, as nuk varet prej dukjes tonë, as nuk varet ndoshta edhe prej shumë gjanave që na çati shohmi çelësin e suksesit ndave. Nuk varet prej Allahu subhanahu wa taala. Në diçka që varet prej Allahut, lypet te Allahu. A varet prej Allahut udhëzimi edhe prudhja e zemrave, atëherë lypet këtë prej Allahu subhanahu wa taala. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas lutjen edhe aty ku hiç ndoshta s'mundet me të shku menja që u luta për çikat. E shënoi Imam Buhariu, për Abu Hurajra radhiyallahu anhu thotë, qadima Tufail ibn Amr ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal. Tha Tufail ibn Amr te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o i dërguar Allahut, inna Dawsan qad asat wa abat fad'u alaiha. O i dërguar Allahut, Dawsi, fisi Daws, e ka tepruar me gjunohe edhe me kufër, edhe po këmbgul mos me u bë musliman. Po jo vetëm kaq, po bëjnë probleme. Po bëjnë probleme. Fad'u alaiha. Ban dua kundër tyne. A ky koni tyne? Domthon kur ky i tyne, domthon i çiti fisi, ka thonë o i dërguar Allahut ban dua kundër tyne, domthon këta kanë tepruar shumë. Edhe tha fa dhanna an-nasu an yadu alaihim fa qal, tamam njerëz ta i hapën sytë të menuan se Resulullah tash kanë bënë dua kundër tyne, tha Allahumma hdi Dawsan ati bihim. O Zot udhzoj Dawsin edhe bimi. Bimi këto si musliman. Imam Buhariu e ka bënë kapitull në Sahihun e tij, babu du'a lil mushrikina bil huda liyata'allafahum. Duaja që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bëu për mushrikët që më ofru zemrat. Që më ofru zemrat. Kështu që shpesh mungesa e sinqeritetit, mungesa e çeltësisë, mungesa e bardhësisë tonë, shpesh na e lypmi zgjidhjen dikon tjetër. E lypmi zgjidhjen tu gjurmu në për analizat kota, pse s'po funksionon kështu, ndoshta çka metodë nuk është në rregull, ndoshta kështu, ndoshta ashtu. Me e kuptu që të shembuj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besoj që e kuptomi që Chelsea-n e kena pas në dorë, e kemi në dorë, shpesh e kena zhvlerësu, e është mirë tash e tutje, mos me zhvlerësu. Mos me zhvlerësu, domethënë me pasën, çdo që do me pas afër, qoftë për aty që do mi bë davet, qoftë për aty për cilit ki pas dobi, qoftë për aty për cilit domethënë do me rujt një vllazëllok, qoftë për aty për cilit ti do me bëu zgata me ta, me pas në duat e tua, elusallahu subhanahu wa taala me pas një tjetër në duat mira. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.